Ministria Punët e Jashtme e Serbisë njoftoi se gjatë vitit të kaluar ka vazhduar me të gjithë kapacitetet e saj të punojë për forcimin e pozicionit ndërkombëtar të Serbisë dhe reputacionit të saj në botë dhe për përmirësimin e bashkëpunimit dy palë dhe shumë palë, duke zbatuar një politikë të jashtme të ekuilibruar dhe duke mbrojtur vazhdimisht interesat kombëtare dhe shtetërore. Ministria Punët e Jashtme thotë se hyn në vitin e ardhshëm me mesazhin se Serbia është një partner i besueshëm dhe një mik i sinqert i përkushtuar ndaj paqes, dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut Leposavicit në vitin 2026 përveç shëndetit, paqes dhe mirëqenies duan liri dhe ndjenjen se janë të sigurt dhe se mund të qëndrojnë në vatrat e tyre shekullore pa frikë. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut thanë për Kosovë Online se besojnë se do të bëhet më mirë sepse, siç thanë ata, nëse nuk do të besonin në këtë, nuk do të jetonin as në Kosovë. Qytetarët e Leposavicit thonë se është këtë vit kanë përmbushur shumicën e dëshirave të tyre, ndërsa për vitin e ardhshëm nuk kanë dëshira të mëdha përveç shëndetit për veten dhe familjet e tyre në një mjedis të qetë dhe të qëndrojnë në vatrat e tyre. Në njësinë e ginekologjisë në qendrën spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut këtë vit kanë lindur gjithsejt 463 foshnjë. Shefi i departamentit Dr. Sasha Zakic theksoi se rinovimi intensiv i maternitetit do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm, gjë që do të ofrojë kushte më të mira për nënat dhe të përsolindurit. Zakic shtoi se të hënën me 29 dhjetor kanë lindur plot 7 foshnjë, me dëshirë që në vitin 2026 të ketë sa më shumë ditë të tilla të mbushura me jeta të reja. Qytetarët e Prishtinës thanë për Kosovë Online se këtë vit ka përmbushur disa nga dëshirat dhe kanë ende nga ata që do të presin vitin tjetër dhe një kohë më të mirë për t'i përmbushur. Në varësi të gjeneratës edhe dëshirat e qytetarëve ndryshojnë, derisa të rinjt duan të udhtojnë dhe të përfundojnë studimet dhe të gjejnë një punë në profesionin e tyre. Dëshira e qytetarëve më të moshuar janë më modeste, shëndetje dhe pensione më të larta. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se fundi se synon të kandidojë përsëri në atë opozicion dhe kryeministin e mandatin teknik Albin Kurti sot kur u pyet nëse do të mbështesë atë për një mandat të dytë presidencial, tha se para së gjithësh është e nevojshme të pritet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Ai shtoi se sot është dita e fundit e vitit 2025 dhe së shpejti do të takohet me presidenten Osmani. Vjosa Osmani deklaroi se Kosova ka hyrë në një ritëm të ri kur bëhet fjala për sigurimin e njohjeve të reja ndërkombëtare dhe se lajmet e mira në këtë drejtim priten në gjysmën e parë të vitit 2026. Raporton Indexo Online, jemi shumë afër arritjes së 2/3 të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, tha Vjosa Osmani. Ajo refuzoi të emërojë vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe me të cilat, siç tha ajo, ka kontakte, duke argumentuar se përmendja publike mund të prish procesin për shkak të veprimeve të Serbisë. Pak ditë më parë, Komisioni Qendror Zgjedhor përcaktoi orarin e numërimit të votave gjatë festave të vitit të ri, duke vendosur që procesi të kryhet me një pushim të shkurtër për shkak të fundit të vitit. Në seancën e mëparshme, Komisioni Qendror Zgjedhor mori vendimin që me 31 dhjetor numërimi të vazhdon deri në orën 12, pas së cilës ndërprehet dhe puna do të vazhdojë me 1 janar në orën 16. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi njoftoi se mbi 74% të qendrave të votimit në nivelin kombëtar janë përpunuar deri me tani, pra 27 komuna, dhe se do të vazhdojnë në 11 komuna të mbetura. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić tha se në pikën kufitare Merdare u sekustruan më shumë se 30 kg substanca të dyshuar si kokainë dhe 2 shtetas shqiptar u arrestuan për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se kishin kryer vepra penale të prodhimit dhe shpërndarjen të paautorizuar të narkotikëve. Sipas raportimit, mbrëm policia së bashku me administratën doganore gjeti 28 paka dhe gati 31 kg substancë fluore dyshuar si kokainë.
Moti në ditën e parë të vitit të ri në mëngjes do të jetë shumë i ftohtë pas dite me vranësira mesatare dhe me pak diell të premten dhe të shtunën mërdhushe me ngrohtë me shira me temperatura mbi 10 gradë. Nesër në mëngjes temperatura do të jetë nga -13 deri në -4, kurse ajo maksimale ditore do të sillet nga 2 deri në 8 gradë Celsius.